Është e vërtet, aeroporti i Kukësit ka pasur një sfidë më vete për të siguruar operatorët përkatës. Nuk është një aeroport i thjesht, ka një problematik me korridorin e uljes, që e kemi thënë qysh atëre, dhe nga ana tjetër për të pasur operatorët që punojnë në një aeroport, duhet të krijosh besimin e dur se nuk do të jetë një operacion me humbje të parësyeshme si fillim. Dhe operatori që operon aeroportin ka bërë përpjekje për të lidhur marrëveshje, për të bërë kontrata, mirë po nuk e ka gjetur dot në kohë një akullthyes që do të dëshmoj se ai aeroport ja vlen. Siç ndodhi me aeroportin e Tiranës. Aeroporti i Tiranës ishte aeroporti më i shtrenjtë i Europës. Ne trashëguam aeroportin më shtrenjtë e Europës dhe ata që e kontrollonin aeroportin, koncesionari i trashëguar, kishin arritur të impononin shtetit shqiptar një kontratë që është unikale në llojin e vet, pasi kishin marrë nga shteti dhe monopolin e vendimarrjes, që do thotë që shteti shqiptar nuk mund të hapte dot një aeroport tjetër pa marrë lejen e tyre. Dhe në kontratën madje që ata kishin me shtetin, kishte edhe një klauzol që 100 metra, 100 kilometra, në një rrezë 100 kilometra nga aeroporti i Tiranës nuk mund as të mendoj për një aeroport tjetër, gjë që për shembull përjashtonte Vlorën. Nga ana tjetër, numri i fluturimeve ishte shumë i kufizuar. Biletat ishin tërësisht të shtrenjta. Transformimi ndodhi me një plan të shumanshëm. Një plan të shumanshëm që ne e vumë në jetë hap pas hapi, duke e transformuar praktikisht aeroportin e Tiranës nga aeroporti më i shtrenjtë, nga aeroporti më i vështirë, nga aeroporti më i lodhshëm për të gjithë, në aeroportin me rritjen më të lartë për disa vite rresht në të gjithë Europën. Dhe në aeroportin më të madh të rajonit, jo në raport me vetveten, as thjesht dhe vetëm më të madhin si rritje, por për numër pasagjerësh. Në Tiranë ne përpunojmë më shumë pasagjerë se në Beograd. Dhe kjo është diçka e pa imagjinueshme deri pak vite më parë, ndërkohë që numri i fluturimeve ka arritur në një pikë të pabesueshme. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Në aeroportet e rajonit jeta mbaron mbasdite. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Dhe ndërkohë jemi duke shtyrë përpara, siç e tha Belinda, qoftë ngritjen e kategorisë për fluturimet transoqeanike, ndërkohë që tani më ka filluar bashkëbisedimi me Federal Aviation të Shtetet Bashkuara, që kërkon një kohë caktuar për të gjitha inspektimet. Ata kanë ardhur, kanë inspektuar aeroportin, kanë identifikuar gjërat që do donin të shihnin, dhe nga ana tjetër jemi në bisedime serioze, aeroporti është në bisedime serioze, por dhe ne bëjmë punën tonë për të shtuar disa linja shumë prestigjioze, duke filluar nga Qatar Airways. Kështu që në këtë, por ama, ju them këtë, unë kam bërë takime vetë, personalisht, me kompanitë. I kam lutur kompanitë vetë që të vinë dhe vitet e para ka qenë e pamundur. Ka pasur një skepticizëm të madh. Kur erdhi Ryanairi u duk sikur
u duk. Do me thënë, base shumë kush ka menduar që Ryanairi erdhi se atë ditë mësoj për Tiranën. Ryanairi jemi qepur me buk në trast, kur i thonë, por nuk bindej. Nuk bindej që Tirana dhe Shqipëria i kishin biznes për të bërë. Dhe sot Ryanairi është i lumtur me Shqipërinë. Tani, ku lidhet Kuksi këtu? Kuksi lidhet tu sepse ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht edhe 3 minuta. Po e zjas që të vipa. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kuksit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do t'jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta 2 avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Air Albania që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe Air Kosova që do të ketë bazën e vet në Kukës. Dhe për ta konfirmuar këtë, kam sjell me vete edhe certifikatën që mos thonë që është një Photoshop. Ky është regjistrimi i kompanisë qysh në janar të 2025-ës. Kompania po punon për të siguruar avionët edhe për të filluar me operacionet në territor. Nuk po jap datë sepse kam mësuar tani më që këto datat që jap unë fusin brenda syrin e keq.